Ajo ka bu për ti qa të bësh për to, ajo ka sakrifiku për ti qa ke për të bo. Ja, pikërisht këtu on problemi për ndës shqiptar. Se e kërkojnë me ngullëm, unë kam bu për ti, për mu qa të bësh. Ky është problemi. Ore, ju si prindër nuk duhet prisni asgjë nga fëmijët. E kuptoni logjikën ju. O le qa bëjmë ne. Noshta ne ju majmë tomë dorës, ju, si prindër. S'duhet prisni asgjë nga fëmija. Pse duhet nisesh ti këtë fjalin? Ai ka sakrifiku për ty, jam dakord, pra ka sakrifiku ti si fëmijë qa të bësh ti. Gjithë problemi aty është. Sepse e shihni si kthim. Marr jap. S'ka jep merr. S'ka të bëna nder më bëjnë nder. S'ka të bëna detyrim më kthy detyrimin. S'ka të bëna detyrim më kthy borxhin, ti dash borxh më jep borxh. Ja, nuk funksionon. Kështu. Bëna detyrimin, nga ty s'pres asgjë. Të bëna nerin, që s'quhet ner, nga ty s'pres asgjë. Le qa bëj unë. Unë më bëj gjithçka për ty si prind. Po ti mos e kërko, mos e prit që unë të ta bëj atë nderin. Mos e prit fare, ti nuk duhet presësh asgjë nga unë. Unë bëj, patjetër që bëj. Patjetër që të bëj për ty. Nga dashuria dhe dëmshuria. Ama ti, në mendjen tënde, nuk duhet ta mendosh fare që unë do bëj për ty. Mos ti mbash shpresat tonë fare, hiq zero. Zero se s'jam fare. Për çështje shprese. Kuptojeni logjikën. Pra, nëse unë bëj për ty, e bëj për dashurinë që kam për ty, për dëmshurinë. Ama ti si prind s'duhet presësh absolutisht asgjë. Sepse fëmia ka jetën e vet. Kaq, iku.